Pas 2 dridhjeve në 1 minutë, të cilët e zgjuan qytetarët nga gjumi në orët e mëngjesit, në orën 15:10 përsëri pati tërmet, këtë herë me magnitudë prej 5.2 pallëve sipas shkallës së Rajterit. Nuk ishte asnjë shenjë që do të paralajmëronte se sot Sreshevën do ta dridhte tërmet i madh, tha 70-vjeçari Pozhitar Serafimovski, i cili sot në mëngjes pak para orës 7 është zgjuar për ta pirë kafën e mëngjesit. Fëmijët vonë ranë në gjumë, ishte diku ora 7, unë u zgjova dhe i bëra kafen dhe kur shkova tek frigoriferit ta marr limon filloi të dridhej. Dridheshin xhamat dhe pasqyrat në taolet, por dame nuk ka. Edhe për Nikolaj Evçevsin ky mëngjes dukej të ishte i zakonshëm. Por pas vërshimeve në pjesën verilindore të Shkupit, ka qenë duke u munduar që të rregulloj murin i cili është rënuar gjatë vërshimeve. E ndjeva tërmetin dhe nuk e di si dola jashtë nga paniku. Mendova se ndonjë fatkeqësi e madhe me autometet ka shkaktuar këtë. Dola jashtë dhe e pa se s'ka njeri. Atëherë kuptova se bëhej fjalë për tërmet. Duke biseduar për vërshimet, Serafimovski tha se e ka vërejtur që diku 1 javë para vërshimeve e kanë vërejtur se derat e tij po sillen çuditshëm. Tha se gjithë jetën është kujdesur për kafshët, por se kjo ka qenë hera e parë që derat kanë lëshuar zëra të çuditshëm, disi si gomar. Thotë se tërmete më të mëdha tek tani do të ketë. Me siguri do të ketë tërmet, kjo dridhet. Le të thahet toka një herë. Ky është vetëm fillimi. Nga përvoja e di këtë. Toka është si vakum. Kur të thahet më shumë rrezik do të ketë. Drejtori i Institutit të Inxhinierisë së Tërmeteve, Mihail Garevski, thotë se nuk ka vend për panik dhe se vërshimet dhe tërmetet nuk kanë ndonjë lidhje. Tërmete prej 2 deri në 4 shkallëve, si këto të ditës së sotme, ndodhen çdo 2 apo 3 vjet, shpjegon ai. Tërmetet e mëdha, si ajo që goditi Shkupin në vitin 1963, ndodhen një herë në 400 ose 500 vjet. Supozoj se nuk do të ketë aftoshok, sepse aftoshokët janë të shoqëruara me tërmete me magnitudë prej 5.5 shkallëve. Shumë herë spekulohet se kafshët mund të parashikojnë tërmetin, por kjo nuk është e pranueshme. Pas 2 tërmeteve të mëngjesit prej 3.9 shkallëve dhe 2.8 shkallëve, këtë pasditë diku rreth orës 15 ndodhe edhe tërmeti i tretë, në të njëjtën kohë dhe më i fuqishëm. Ai ishte 5.3 ball sipas shkallës së Richterit. Në webfaqen zyrtare të Observatorit Botëror të Tërmeteve është shkruar se epiqendra e tërmetit të tretë ka qenë i thellë 4 kilometra në tokë dhe ka ndodhur në lindje të Shkupit.